Të pari, nëse shiqëm të rinj sot, ata kanë shpirtin e lodhur. Janë tepër të fokusuar nga jeta dhe të disorientuar dhe të lodhur prej prishmërive të shumë të mdaja që bota e sotshme e brije, nga teknologjia, nga inteligjenca artificiale, nga problemet globale, nga ekonomia, nga informatat, nga pritshmërit e rrejshme që i kanë prej rrjetave sociale, duke shohur jetën e një njeriu që s'kan asnjë farë mirëkuptimi ose dituri se si jeta e këtij njeriu është. Për i shohin ata gjërat e mira nëpër internet ose në rrjetet sociale, pa betejat e brendshme të këtyre njerëzve dhe morin në një pasqyrë të rrejshme se çka është suksesi, se si duhet ne sot ta jetojmë jetën. Dhe më pak, për shembull, ne kena më pak balans, shumica e njerëzve nëpër botë, jo vetëm te rinia e jon, nuk kanë qetësi mendore, nuk kanë qetësi emocionale dhe gjithashtu ata kërkojnë atë qetësi shpirtërore. Dhe e shofi se nuk ka një koherencë mes mendimeve të qarta, qartësisë të emocioneve dhe çka trauma dhe gjërat e mbrëmshme një njeriu t'i tregojnë për veten. Domethënë, ata nuk fusin kohën e duhur të kujdesen në botën e mbrëmshme të vetes. Por shiqojnë të jetojnë një jetë që ata frymëzohen ndoshta prej imazheve të ndryshme në botë, por pa bë punën e tyre. Kjo i çon ndoshta edhe në raste fatale. Ne këtu në Shqipëri kemi pasur mjaft raste në vitet e fundit që në moshë shumë të re, adoleshentë që i kanë dhënë fund jetës. Absolutisht, për shkak se këta bëhen shumë presione psikologjike, Dilber. Dhe është kjo bota e mbrëmshme që askush nuk e sheh. Është e njëjta gjë edhe me rastin e Shpat Kasapit. Një këngëtar që shumica e njerëzve e adhuronin edhe muzikën, po edhe buzëqeshjen e tij. Por askush nuk pyetën çka ndodhte me Shpatin kur ai e mbyllte derën e dhomës vete, kur është vet ai në shtrat, kur është vet me mendimet e veta, me emocionet e veta dhe gjithashtu me betejat e jetës që janë të ndryshme prej betejave publike dhe betejave private. Domethënë ai këtë vit u divorsua. Domethënë shumica e klientëve në përbotë që i kam kur shkojnë këtë proces, ata me mua punojnë me vite që ti te kalojnë, domethënë, pasojat që vinë me një ndryshim shumë të madh jetësor. Por ne në kulturën tonë na ka mësuar ai do të kalone, ai se burrësia nuk tregon dobësi. Pra, edhe tek rasti i konkret që ju e folët të Shpatit që e keni shpjeguar edhe më herët që pra për te asaj buzëqeshjes, fakti që jati ndroi jetë në moshë të re, ndërkohë që divorci kishte probleme me bashkëshorten. Djalin e kishte me probleme. Pra, për te kësaj buzëqeshje që duronte për publikun, ishte njëri që brenda vuante shumë. Absolutisht, dhe shumica e publikut harrojnë se edhe profilet publike i kanë të njëjtat probleme edhe kanë probleme edhe më të mëdha se njëri që jeton jetën normale. Po jo vetëm atë, por gjithashtu ne kemi një kulturë që ne si zakonisht bëjmë abuzim të rrjetave socialeve ndaj njerëzve publik kur ata bëjnë ndonjë gabim. Dhe kjo është një gjë që i kam thënë edhe te Tirani, edhe te emisione tjera që populli jonë në këto raste të jetë më i ndjeshëm. Domethënë se Shpati ka nën, ka djalë, ka ish grue, ka familje. Domethënë ne duhet jena më ndërgjegjshëm si kolektiv kur vjen te raste të rënda dhe raste tragjike. Dhe Shpati gjithashtu përfaqëson këtë simbol që është kontradikt te populli jonë. Nga njëna anë ne shkojmë ndaj suksesit, që t'jena më mirë çdo herë dhe çdo njeri dëshiron për familjen e vete, së pari, për biznesit ose në profesionin e tyre, për fëmijët e tyre, por gjithashtu pastaj edhe për koleksionin shoqëror, por edhe për shtetin tonë, por edhe për botën. Dhe asnjëherë buzëqeshja nuk mund ta mbulone atë barën dhe peshën e që mbajnë në bende. Prandaj unë tojnë të botën, prandaj punoj me mbi 50 shtete me profila publike, me lidera, me supermars të ndryshëm së succession, VIP-a, artista si Shpati, për shkak se ata e din vlerën
të punosh para se të më ndodh diçka. Kishit pas një komunikim se po ju ndërpres, ju kërkojnë ndjes me të ndjerin e një ditë përpara? Kam klienta që e njefin të ndjerin. Do me thonë, unë ja di muzikën dhe ja kam dash muzikën për stepër, po saqërisht ajo është nga Totova. Dhe unë dajat i kam Tetov, po gjithashtu jam i lidher për trojet tona dhe jam një ambasador i popullit shqiptar, se ne shumë mirë e dim se si na kanë prezantuar me vite, do me thonë, edhe serbët edhe tjerët. Se na kanë pa neve në mënyrë shumë të ndryshme. Po saqërisht edhe tash ne kena probleme me emigracionin shqiptar. Dhe disa njerëz në përbot na shoqërojnë neve si një popull tepër i dobët. Jo, ne jena një popull i mrekullueshëm. Dhe duhet dëshirojmë kudo që shkoj në botë, unë edhe pse kam pasoshin britanik, unë gjithmonë e promovoj kulturën shqiptare dhe gjërat e mira të popullit tonë. Edhe muzikën, edhe kulturën, edhe domethënë jetën familjare, edhe ushqimin, por edhe gjithashtu edhe trojet tona që janë tepër të bukura. Pra gjitha këto stresi, presioni shkakojnë fund tek zemra. Absolutisht. Për shkak se në jetën publike shumica e njerëzve nuk kanë pagjumësi, kanë vetmim emocionale dhe nuk kanë njerëz të besueshëm që ata mund t'i ndajnë gjërat shumë personale. Se tash ka ardhur një kohë që domethënë në botë pritshmëria të kesh një njerëz të besueshëm bin deri në nivelin 0. Dhe kjo është një gjë që çdo klient i ofrojnë në përbot për 15 vite tash. Ajo është numër 1 që ata e marrin premier, domethënë një hapësirë që është tepër e sigurt ku ata mund të shfaqen çdo gjë për vete dhe mos kenë një paragjykim. Domethënë unë jam aty sefte një vesh që ndëgjon me vëmendje se çka një njeri është duke të i kaluar, pa më i dhënë një mendim. Por shkojmë nëpërmjet metoda që janë me shkencë të provuara, që mund të ndryshojmë psikologjinë dhe të rindërtojmë psikologjinë që këto trauma të shërohen. Dhe gjithashtu pritshmëri që vjen me çdo karrierë, me çdo domethënë publik, një person publik, që të mund ata të bëjnë një mendoqim më të mirë të vetes. Dhe ju rregulloj shtylla të ndryshme dhe domethënë sjellje të ndryshme që ata mos e ndikojnë sefte trupin fizik që mos smuhet. Por ne si shqiptar jena mësuar veç të marrim hapa. Po pikërisht atë do të pyesja, këto trauma psikologjike tona të kulturës shqiptare, cilat do të veçonit? Se atë dim një nga ato të shumta atë është që edhe në moment që kemi një problem vetë, po e pat makina, sikur e keni thënë dhe ju përpara do shkojmë ta rregullojmë makinën, po për vete se do kaloj. Korrekt, do me thënë të një klasike, po sa që është të në meshkuj shqiptar, ja mirë kalon. Dhe ne po harrojmë se këto trupi jonë nuk harron. Dhe zebra nuk pret për mendimin tënd, ose ti të veprosh. Ajo reagon në momente. Edhe ajo godet pa lajmërim. Dhe një gjë statistika në përbotë është, do me thënë, vritja numër 1 është arresti kardiak. Do me thënë, njerëzit vdesin prej zemrës. Dhe statistika gjithashtu tregon që është një alarm tepër i madh, edhe për popullin tonë, por edhe për botën. Do me thënë, si zakonisht më para 20 vjetre, 50 vjetre, do me thënë, arresti kardiak ndodheshte te njerëzit mbi 55-60 vjet. Tash është 30 deri 40 vjet. Është zvoglu, do me thënë, te mashkujt edhe te femra. Për shkak se jeta dinamike e sotshme, gjithashtu e atë stresin fiziologjik, emocional, po gjithashtu të zemrës. Dhe shumica e shqiptare reagojnë. Nuk i marrin masat përpara që mos vinë deri te ajo shkallë, që mos vinë deri te ai moment kur zemra lëshohet dhe bën arrest. Është domethënë ajo TikTokja e fundit. Ajo është domethënë signali më i fundit që ti nuk e ndigjon. Për shkak se trupi jon, emocionet tona dhe domethënë ajo pasqyra e realitetit